Malet janë një nga pasuritë më të bukura të Shqipërisë, ndërsa Alpet mbeten ndër zonat më të vizituara nga turistët. Për këtë arsye, ruajtja e pasërtisë së tyre është përgjegjësi e të gjithëve. Udhërrëfyesi turistik Kasirot Faci thotë se turistët e huaj tregojnë më të kujdesshëm në mbrojtjen e natyrës dhe respektojnë më shumë mjedisin. Huajt janë shumë të ndërgjegjësuar, ndërsa pjesa e banorëve të zonës ndoshta kjo edhe jo për fajin e tyre. Ju mungon ndërgjegjësimi për rujtjen pikërisht të kësaj pasurie të madhe. Nëse ti shkon në një ambient shumë bukur, natyra është treguar shumë e pastër, por ballafaqohesh me plera, me metje plastike, të cilat nuk janë të këndshme për syrin e njerëzit, por edhe si veprim edhe për natyrën e prishin, natyrisht që ti nuk merr shumë kënaqësi sa do të merrje në një ambient të pastër. Të njëjtin mendim dan edhe aktivistja e natyrës Nermin Shurdha, e cila bën thirrje për më shumë ndërgjegjësim në mbajtjen pastër të zonave malore. Fatmirësisht do të më thonë, sidomos pjesa e shtigjeve mohet pastër, sepse shumica njerëzve që frekuentojnë malin, qofshin shqiptar apo të huaj, janë të ndërgjegjësuar për natyrën. Do të thonë, janë njerëz që kur shkojnë atje, dojnë me gjetë pastër dhe në qoftë se gjejnë diçka, e marrin me veti, nuk e lanë. Pjesa e maleve ku nuk kena shumë pastërti është pjesa poshtme ku zakonisht ka biznese. Alpet shqiptare vijojnë të tërheqin shumë vizitorë gjatë gjithë vitit, ndaj kujdesi për natyrën mbetet i domosdoshëm.